Egoja ka problem se joshet nga thirrjet që kanë të bëjnë me kënaqësi të përkohshme. Do të thotë, nefsi ka problem se i bën përshtypje gjithçka që është e këndshme, e ëmbël në aspektin formal. Nuk ka aftësi nefsi me shiku në pasoja. Dhe këto është betejë jonë me te. Me mësu me shiku në pasoja. Me mësu dhe me kuptu se cytit e shejtanit janë thirrje armiqësore. Andaj, frenimi i tij është betejë me te. Ta mbajmë të frenuar. Ashtë ka njerë që në pa mundësi me kuptu natyrën e kësaj betejë dhe rrezikun që vjen nga egoja, i alirojnë frejt këtij nefsi, kësaj egoje, pastaj ja bëhet e dëmshme dhe armiqësore për njeriu.